Përshëndetje. A e di se sa masakra ka bërë ushtria sërbe ndaj popullit civil të Kosovës në vitin 1998 deri në vitin 1999, diku 23 masakra. Një ndër masakrat është sulmi në Likoshan dhe Qires. Fillimi i luftës në Kosovë shënon sot 24 vjetorin, çdo gjë nisi në fshatrat Likoshan e Qiresit të Drenicës, ku edhe u shënuan sulmet e para të ushtrisë sërbe. Me 28 shkurt 1998 u zhvillua betejë në mes ushtrisë lirëtare të Kosovës dhe forcave sërbe. Të vrarë mbetën disa policë serbë, si pasojë e kësaj forcat sërbe rrethuan të dy fshatrat ku edhe ekzekutuan 24 civil. Masakrat që u bën aty njihet si e para ndaj civilëve shqiptar nga forcat sërbe në Kosovë. Një ndër masakrat që të rriti botën e civilizuar dhe të mëroi botën ishte masakra në familjen Ahmeti. Ndërsa masakra e dytë vijon me 20 janar në 1998 në familjen Jashari në Prekaz, kishte pasur luftime në mes familjes Jashari në njërin anë dhe forcave sërbe në anën tjetër. Ky njihet si sulmi i dytë ndaj kullës së Jasharëve pas atij të parit në dhjetorin të 1997-s, ku njihet si sulmi i dytë ndaj kullës së Jasharëve. Pas atij të parit në dhjetorin të 1997-s, atë ditë rreth 500 metra larg shtëpisë të Lazës Jashari, kishin lëvizur portat të policisë sërbe, të cilët ishin drejtuar drejt kullës së Jasharëve. Për të sulmuar atë me armë të llojeve të ndryshme. Plak kishin marrë disa anëtarë të familjes Jashari për rezistencë që shfaqin ndaj sulmit, ndërsa forcat e armikut ishin detyruar të tërhiqen. Sulmi i tretë i Serbisë në familjen Jashari kishte ndodhur me 5 mars të vitit 1998, pas një lufte që kishte zgjatur 3 ditë. Kishin rënë edhe ku ishte 59 anëtarë të familjes Jashari, përfshirë edhe komandantin e xhelar të ushtrisë lirëtare të UÇK-s Adem Jashari. Për këtë masakrës së tretë, masakra e Reçakut. Masakra e Reçakut ishte masakrim i 45 shqiptarëve nga Kosova në fshatin Reçak me 15 janar 1999. Masakra u organizua dhe u kryer nga forcat policore, ushtarake dhe paraushtarake sërbe. Serbia refuzon të ketë kryer këtë masakër. Një ditë pas kryerjes së masakrës, William Walker, ambasadori i OSBE-s në Kosovë, vizitoi vendin e ngjarjes, u tmerruar nga kufumat e masakruar. Ai deklaroi nga ajo që pash nuk nguroi të përshkruaj ndodhiq si masakrë dhe krim kundër njerëzimit, që është ngjarja më e trishtuese në jetën time. Lajmi i masakrës sensibilizuese opinionit ndërkombëtar për krimet serbe në Kosovë dhe i hapi rrugën bombardimeve të NATO-s në Serbi. Masakra e 4 me radhë është masakra e Mitrovicës. Masakra që ndodhi natën mes 3 dhe 4 shkurtit të vitit 2000 në veri të Mitrovicës. Në këtë masakër në vendin e quajtur Rojat e Urës u vranë 10 shqiptarë në mesin e të cilëve fëmijë, gra e pleq. Poshtë në këtë sulm u plagosën shumë të tjerë, ndërsa dëbuan rreth 12.000 banorë shqiptarë, të cilët detyruan të kalojnë në jug të qytetit, duke lënë prapë shtëpitë e tyre në flak. Pastaj vijon masakra e Bellacërkës. Sipas dëshmitarëve okular, mjeku në Popaj ju drejtua komandantit të policisë jugoslave fjalë se ata nuk janë anëtarë të ushtrisë lirëtare të Kosovës, por fshatarë të thjeshtë. Komandanti u përgjigj: "Ju jeni terrorista dhe NATO ju lejon të bëni çfarë të doni." Komandanti i policisë urdhëroi një grup prej 65 burrësh që të zbresin përsëri në shtratin e lumit dhe të shikonin sipër rrjedhës, pas së cilës u hap zjarri mbi ta në shtëpinë. Mos harroni, bëni subscribe kanalin tim për t'i ndjekur dhe për t'i parë më shumë video rreth masakrave në Kosovë.